Përshëndetje dhe mirë se po takohemi edhe këtë të diel në emisionin Shkollë Çakove. Këtë javë po vizitojmë shkollën Isa Boletini, shkollën fillore të mesme të ullët Isa Boletini në fshatin Ostekhyl. Ne akoma nuk kemi hyrë në shkollë, por tani do të vazhdojmë brenda për të parë pak më shumë në lidhje se si zhvillohet procesi edukativ arsimor në këtë institucion, e po ashtu të shohim pak edhe për nga puna që mësimdhënësit e ndryshëm bëjnë me nxënësit. Ne tash po drejtohemi për në zyrën e drejtorit për ta bërë intervistën e parë në këtë shkollë. E jani bashkë me ne. Shkolla e vjetër ka filluar të ndërtohet me datën 1 shtator 1990, ndërsa puna edukative arsimore ka filluar me datën 1 shtator 1992, si shkollë e pavarur. Ndërtimi i kësaj shkolle është bërë me iniciativën dhe kontributin e të gjithë banorëve të fshatit. Nxënësit e fshatit, mësimet i vijuan në shkollën Ukshin Miftari në Skivjan. Shkolla e re është ndërtuar në vitin 2012 dhe e pajisur me kushte për të ofruar arsimin sa më cilësor për të gjithë nxënësit që vijojnë mësimin dhe mësimdhënësit që ligjërojnë në shkollën Isa Boletini. Intervistën e parë në këtë institucion edukativ arsimor do ta zhvillojmë me drejtorin e shkollës, Mark Keqani. Përshëndetje drejtor. Përshëndetje juvet. Faleminderit shumë nga ana juaj për pritjen. Atëherë drejtor, në statutin tuaj si udhëheqës i shkollës, çfarë konsideroni si prioritet? Unë si drejtori i kësaj shkolle, si prioritet kam zbatimin e planit zhvillimor të shkollës 3 vjeçare, i cili është i hartuar nga unë dhe bashkë kolegët e mi, sidomos nga koordinatori i cilësisë dhe këshilli drejtuesi i shkollës. Në këtë plan zhvillimor kemi bërë pa 5 fusha. Fusha e parë është menaxhimi dhe qeverisja, fusha e dytë kultura dhe midisi jetësor, e treta mësimdhënia dhe nxënia, fusha e katërt është zhvillimi profesional i mësimdhënësve dhe e pesta performanca e nxënësve. Këtu kur është performanca e nxënësve duhet të ndalem dhe të theksoj se në testin që u mbajt tash në Olimpiadën e gjuhës shqipe, nxënësi i shkollës tonë Dominik Dodaj ka nxënë vendin e tretë dhe ka më vazhdu nesër në Llogarat Republikane të Kosovës. Drejtor, sa nxënës ka shkolla juaj pasuar edhe me stafin arsimor? Shkolla fillore Isa Boletini ose Kyl i ka gjithsej 163 nxënës, të regjistruar në fillim vitit shkollor 2024-2025, ku që para një jave janë 2 nxënës që janë rrjedhësuar në Kosovë nga shteti i Francës. Mësimdhënës i ka 16, të gjithë janë të cilësuar dhe të trajnuar në drejtimet e tyre personale. Drejtore, si mbështet një zhvillimin profesional të mësimdhënësve? Zhvillimin profesional të mësimdhënësve e mbështetim duke bërë kërkesa për trajnime që kemi hasur me kuptim edhe nga Drejtoria e Arsimit edhe nga Ministria e Arsimit deri më tash. Kemi bërë kërkesa ku prej datës 3 mars, 3 prill kanë mja filluar mësimdhënësat një trajnimi i cili do të bëhet online nga klasa e parë deri në klasën e 5. Drejtor, për fund, çfarë ofron shkolla sa i përket anës së infrastrukturës për nxënësit? Shkolla jonë, me thënë të vërtetën, ka infrastrukturën e mirë që u ndërtue në vitin 2012, është shkolla e re. Po thuaj se shumicën e kushtit i plotson në kam vetë edhe kabineti informatikës për të pajisur me kompjutera, po kena bërë kërkesë drejtorisë së arsimit dhe na është aprovuar kërkesa që shumë shpejt do të pajiset me kompjutera, me buxhet shkollës, edhe pse është vogël që ka shkolla, kemi arrit të blejmë nga një videoprojektor dhe nga një laptop për secilën klasë. Ne kam edhe një klasë pa pajis me videoprojektor e laptopat për mësimdhënës, kështu që kjo është. Kjo është e gjitha pra çka ka shkolla, po shpresoj që në vazhdim të pajiset edhe kabineti informatikës në mënyrë që t'ju sigurohet edhe nxënësve një mësim sa më cilësor. Shumë faleminderit për intervistën, drejtor, shumë sukses. Faleminderit juve. Shikues të dashur, ishte kjo intervista e parë në këtë shkollë, por nuk do të thotë që nuk do të vazhdojmë me tjera. Vazhdoni të qëndroni me ne sepse do të në ndiqni intervista nga më të ndryshme. Profesioni i mësuesit është i shenjtë.
Ata me këshillat dhe mësimet e tyre përgatisin nxënësit për të ardhmen, për t'i bërë shembuj të sukseseve. Tjetër intervistë në këtë institucion edukativ arsimor do ta zhvillojmë me mësimdhënësen e klasës së dytë, Nerime Lulaj. Përshëndetje mësuese. Përshëndetje. Mësuese, cilat janë disa nga metodat e mësimdhënies që ju i përdorni në një orë mësimore për të ngritur edhe më shumë aktivitetin e nxënësve në klasë? Përdorim metoda të ndryshme, zakonisht punën e bëjmë edhe në grupe, nganjëherë edhe në çifte. Ne i themi jo frontale, individuale, tjera. Përpiqem me përdor metoda bashkëkohore, që zakonisht pas luftës i kemi aplikuar me trajnime të ndryshme, që i kemi mësuar, i kemi pak më ndryshe se në tradicionalen. Megjithatë, bashkëkajtësisht po mundu me dalë për tradicionale, sepse ajo më duket se është ajo pjesa themelore që na ka krijuar edhe neve. Mësuese, sa zhvilloni ju aktivitetet të ndryshme në klasë dhe sa inkuadrohen nxënësit ose sa kanë ata dëshirë që të marrin pjesë në këto aktivitete? Kanë dëshirë, na jemi klasë e dytë, nuk mund të bëjmë njëherë hala aktivitete kështu shumë madhështore, përpiqem me bë aktivitete të ndryshme me letra, me ngjyra, me mjete ricikluese. Njëherë hala me gjëra tjera, ekskursione diçka nuk kemi pas hala. Shpresojmë pas në të ardhmen. Mësuese, për fund, cili do të ishte mesazhi juaj drejtuar nxënësve? Ajo që unë dua të arrij që këta nxënës të jenë suksesshëm në jetë, në të ardhmen, sepse një pjesë, për fatin e tyre, një pjesë të përgjegjësisë ndjej edhe unë. Janë shumë gjenerata që deri tash ka kohë që ka shumë vite që unë punoj, edhe me të vërtet kur dëgjoj sukseset e nxënësave që i kum pas, ndjehem mirë. Shpresoj edhe këta nxënës në të ardhmen të jenë suksesshëm, të mrrijnë ato ëndrat e veta, ato që i synojnë. Krejt këto duhet në bashkëpunim edhe me prindrit, edhe me shkollën, edhe po përpjekjet e mia këtu të drejtë për drejta nuk mund t'i zëvendësoj kusht tjetër. Janë patjetër duhet të dhanë maksimumin për me pas sukses nxënësat. Padyshim që pa punën tuaj të vazhdueshme dhe pa vullnetin tuaj, nxënësit nuk mund të arrijnë sukses, kështu që ne ju falenderojmë shumë për punën e vazhdueshme dhe për të gjithë motivin që ju dhuroni për nxënësit që në të ardhmen ata të jenë shembuj. Shumë faleminderit për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe për ju, kënaqësia për ne. Nxënësit e klasës së dytë, të ulur në bankat shkollore, shprehen të jetë lumtur që kanë mundësi të mësojnë dhe të sfidojnë veten, duke rikujtuar ato që mësojnë dhe duke përfituar edhe më shumë njohuri të reja në etapat e ndryshme mësimore. Një intervistë tjetër ne do ta zhvillojmë edhe me Klean. Përshëndetje Klea. Përshëndetje. Klea, në cilën klasë? Dytën. Klea, cili është hobiu ose diçka që të pëlqen ty që ta bësh në kohën tënde të lirë? Vizatim. Përveç vizatimit, a ke diçka tjetër që të pëlqen? Muzikë. Çfarë bëni për shembull ju në një orë muzikë, në një orë të lëndës së muzikës këtu në shkollë? Cilat janë disa nga aktivitetet që i bëni? Këndojna dhe mësojna këngë. Cila është lënda jote e preferuar këtu në shkollë? Vizatim. Lënda e tjera, po më shumë më pëlqen vizatim. Çfarë që të pëlqen që të vizatosh pak më shumë? Lule. Klea, a ke menduar ti se çfarë dëshiron që të bëhesh në të ardhmen, profesionin tënd të ardhmes, kur të rritesh edhe pak? Si kush dëshiron të bëhesh? Si një piktore e bukur. Si një piktore. Shumë sukses dhe u shpresoj që të bësh një piktore e mrekullueshme. Faleminderit shumë. Do ta zhvillojmë edhe një tjetër intervistë, këtu përsëri jemi në klasën e dytë. Përshëndetje Ari. Përshëndetje. Ari, cila është lënda jote e preferuar në shkollë? Është matematika. Matematika. Cili është sporti jot i preferuar? Futbolli. Pse pikërisht futbolli? Çfarë bën ti kur luan futboll? Si ndihesh kur luan futboll? Mirë.
Dihesh mirë, a mendon që do të bësh në të ardhmen një futbollist i suksesshëm dhe nëse po si kush dëshiron që të bëhesh? Si Zhegrova. Si Zhegrova, Arjen ty të uroj shumë suksese dhe të presim që kur të rritesh edhe pak të bëhesh një futbollist i mrekullueshëm. Shumë faleminderit. Intervistat në vazhdim i zhvilluam edhe në klasë të tjera, duke parë dhe kuptuar edhe më shumë për perspektivat e nxënësve, talentet dhe dëshirat e tyre për të ardhmen. Intervistat po vazhdojnë në shkollën Nisa Boletini. Përshëndetje. Përshëndetje. Hasan, ti je në klasën e? 3. Je në klasën e 3. A është ndonjë libër që ti e ke lexuar së fundi, për shembull, që të ka mbetur në mendje? Po, libri që kam lexuar është libri i dashurisë. Hasan, a ke ti ndonjë sport të preferuar, diçka që të pëlqen që ta bësh në kohën tënde të lirë, për shembull, ose një sport ose një hobi, diçka tjetër? Si për shembull një hobi, unë hobi im është që të luaj me një trotinet elektrik ose me një biçikletë, se unë në sport që më pëlqen nuk kam. Sport që të pëlqen nuk ke, por a ke ti ndonjë lëndë të preferuar këtu në shkollë? Po, lënda më preferuar është matematika. Matematika, çfarë bën ju për shembull në matematikë në një orë mësimore? Për çfarë mësoni? Ne mësojmë, si për shembull në matematikë, ne bëjmë, si për shembull, a mund të marrë një numër? Po. Si për shembull 375 plus ose herë 6. Do të thoni shumë zoni numrat të ndryshëm, i mbledhni dhe i zbritni. E ty të pëlqen matematika, të pëlqejnë këto veprimet apo jo? Shumë faleminderit Hasan, shumë suksese. Faleminderit. Jemi përsëri këtu në klasën e 3 të shkollës Isa Boletini, një intervistë tjetër ne do ta zhvillojmë me Anesin. Përshëndetje Anes. Përshëndetje. Anes, cila është lënda jote e preferuar në shkollë? Matematika. E pse pikërisht matematika? Çfarë bëni për shembull në një orë mësimore ku mësoni matematikë? Për shembull, i zbresëm dhe i mbledhem, i shumëzoj. I shumëzoni dhe i pjesëtoni numrat. A ke ti ndonjë sport të preferuar që të pëlqen pak më shumë? Po, futbolli. Futbolli. Ti a kënaqesh shumë kur del për shembull në obor jashtë, kur luan me shokët dhe me shoqet? A e preferon këtë shumë? Po, shumë. Anes, a ke menduar ti për profesionin tënd të së ardhmes? Ti je akoma shumë i vogël, por a ke menduar se çfarë dëshiron që të bësh kur të rritesh? Po, një arsimtar i matematikës. Një arsimtar i matematikës, se unë shpresoj që ti të bësh një arsimtar i matematikës, që të mësosh edhe breza të rinj që të janë shembuj të së ardhmes. Faleminderit shumë Anes. Ditën e mirë. Po vazhdojmë tash një tjetër intervistë. Unë pranë meje kam Florianin. Përshëndetje Florian. Përshëndetje. Florian, cila është lënda jote e preferuar këtu në shkollë? Këtu në shkollë lënda ime e preferuar është gjuhë shqipe. Pse gjuha shqipe? Çfarë të pëlqen ty tek gjuha shqipe? Tek gjuha shqipe mua më pëlqen që të lexoj vjersha dhe të marr njohuri nga kjo lëndë. Floriana, ke menduar ti për profesionin tënd të së ardhmes? Çfarë dëshiron që të bësh kur të rritesh? Kur të rritem, unë preferoj që të bëhem doktor, dermatolog dhe të shëroj njerëzit nga sëmundje të ndryshme. Po për sportin tënd të preferuar, a mund të na tregosh neve cili është sporti yt i preferuar? Sporti im i preferuar është futbolli. Çfarë bën për shembull ti kur del dhe luan jashtë bashkë me shokët dhe shoqet futboll? Si ndiheni ju? Çfarë bëni së bashku? Bashkë me shokët dhe shoqet e mia luajmë së bashku dhe argëtohemi me lojra të ndryshme. Shumë faleminderit Florian, shumë suksese. Faleminderit. Gjendemi këtu në klasën e 5 të shkollës Isa Boletini. Përshëndetje. Unë quhem Rian Isufi. Rian, ti je në klasën e 5. A ke ndonjë lëndë të preferuar këtu në shkollë? Po, matematikën. Matematika, po sporti yt i preferuar cili është? Futbolli.
Çfarë mendon ti që të bësh në të ardhmen tënde kur të rritesh edhe pak? Profesionin që dëshiron ta ushtrosh? Doktor për shembull, Doktore, pse pikërisht doktor? se më pëlqen shumë. Të pëlqen. Çfarë bën për shembull doktorët, i shërojnë njerëzit dhe i ndihmojnë ata? E unë dua të pyes pak edhe sa i përket shkollës. A ke ti ndonjë libër që e ke lexuar së fundmi? Po, titullin e ka Harry Potter. Harry Potter, a të ka pëlqyer ty ky libër dhe a do t'i sugjeroj edhe të tjerëve që ta lexoni, për shembull shokëve dhe shoqeve të klasës? Po, Shumë faleminderit Rion, shumë suksese. Vizioni këtij institucioni mbetet arsimimi i mirëfillti brezave të rinj për t'i bërë ata shembuj në të ardhmen, sepse siç ka thënë Mandela, arsimimi është arma më e fuqishme të cilën mund ta përdorni për ta ndryshuar botën, sepse vetëm fal arsimimit ne mund të zgjerojmë diapazonin e njohurive dhe mund të mësojmë shumë më shumë për fusha të ndryshme dhe për botën rreth nesh. Dhe ja ku i erdhi fundi i emisionit Shkollë Xhakove edhe për këtë të diel. Këtë të diel ne vizituam shkollën Isa Buletini në fshatin Osekyl. Pamë nga afër se si zhvillohet procesi edukativ arsimor në këtë shkollë, një shkollë e mrekullueshme e pajisur me shumicën prej kushteve më të nevojshme për t'ju garantuar dhe një arsimim sa më cilësor dhe për t'i bërë ata shembuj në të ardhmen e tyre. Faleminderit që ishit bashkë me ne deri në këtë çaste. Ju vazhdoni të na ndiqni në kanalin e televizionit Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Deri të dielën tjetër në ora 17:30, mirëmbëjtje.